Për dallim nga shumica e liderëve europian, kreu i shtetit ende pa koment për marrëdhëniet e ashpërsuara mes BE-s dhe SBA-ve, sidomos pas zënkës së presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump. Sipas analistit Petar Arsovski, kjo mund të jetë rezultat i antagonizmit nga premtimet e paralizuara të BE-s ndaj Maqedonisë. Arsyeja e antagonizmit mendoj se aty duhet të kërkohet arsyeja se pse heshtim, përkatësisht se pse hesht qeveria në këtë konflikt gjysmë të hapur. Ish ambasadori Marian Gjorçev nuk mendon se mund të prishin relacionet tona me Brukselin për shkak se jemi të përkushtuar në integrim, por u rikujtoi edhe se jemi partner strategjik me SBA-t. Në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne duhet të respektojmë atë që përbën një partneritet strategjik dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të friksohemi se do të ketë pasoja për shtetin tonë sepse ne mbështesim një ose tjetër iniciativë në një hapësirë dhe kohë të caktuar. Duke komentuar deklaratën e ambasadorit të BE-s Mikhailis Rokas se Maqedonia duhet të vërtetoj përkushtimin e saj ndaj BE-s përmes votimit në Kombet e Bashkuara, Arsovski tha se hendeku ndërmjet Brukselit dhe Washingtonit do të thellohet dhe kjo mund të ndikojë te ne, ndërsa Gjorçev theksoi se Unioni është dashur të jetë konzistent. Për ne kjo mund të thotë zgjedhje e mprekt BE apo SBA, dhe pas hapave të parë të diplomacisë së Maqedonisë duket e sigurt se në atë situatë do të zgjedhim SBA-t përkundër BE-s e ngjashme si Orban, Vučić e tjerë. Ne u japim shumë rëndësi ambasadorëve të cilët ndonjëherë japin deklarata jo cilësore, të pasakta dhe në një farë mënyre e ndezin alarmin në vendet që janë të përkushtuara dhe që kanë pasur shumë viktima siç është Maqedonia. Së fundmi në një podcast, zëvendës ministrja për çështje europiane, Viktoria Trajkov, tha se qeveria është e ngushtë me administratën e SBA-ve, por se nuk heq dorë nga eurointegrimet dhe se kjo është opsioni ynë i vetëm, edhe pse si shtoi në kohën e fundit ambasadorët në vend kishin dilema nëse do të heqin dorë.